Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbreti i monedhave, 8 shpatat, perandori, faqa e monedhave. Java fillon me një energji shumë të fortë, stabiliteti. Mbreti i monedhave, pa dallim gjinie, tregon se brenda jush ekziston një pjesë e pjekur, e mençur dhe e aftë për të marrë vendime të arsyeshme. Ju mund të jeni duke menduar për sigurinë tuaj, për financat, për një çështje praktike ose thjesht për mënyrën se si të krijoni më shumë qetësi në jetën tuaj. Megjithatë, menjëherë pas kësaj shfaqet 8 shpatat. 8 shpatat tregon se pengesa kryesore është brenda mendjes suaj, si një burg psikologjik. Ka gjasa që të mendoni më shumë se sa duhet për një situatë, të analizoni çdo detaj dhe të ndiheni sikur keni më pak liri veprimi se sa në të vërtetë keni. Kjo kartë shpesh flet për kufizime të krijuara nga frika, nga pasiguria ose nga skenar që mendja i ndërton për të ardhmen. Perandori tregon se gjatë javës do të gjeni gradualisht kontrollin. Pas një periudhe hezitimi, ju mund të filloni të vendosni kufi më të qartë, të organizoni prioritetet dhe të mos lejoni emocionet t'ju largojnë nga objektivat. Faqa e monedhave në fund tregon një fillim të ri, një ide të re, një mësim ose një mundësi që mund të duket e vogël, por ka potencial afatgjatë. Mund të jetë një lajm, një plan, një njohuri e re ose një hap konkret drejt diçkaje që mund t'ju interesojë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që mendimet t'ju bindin se jeni të bllokuar, sepse çdo hap i vogël ka më shumë vlerë se sa 10 plane që mbeten vetëm në mendje. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e kupave, ylli, 5 kupat, faqa e shpatave. Në familje shfaqet fillimisht një energji e butë dhe e ndjeshme. Faqa e kupave sjell komunikime emocionale, afrime, mesazhe të sinqerta ose dëshirën për të shprehur ndjenja që ndoshta kanë mbetur të pathëna. Ylli është një kartë shumë e bukur. Ylli flet për shpresë, shërim dhe besim se marrëdhëniet mund të përmirësohen. Duket sikur një situatë që ju ka shqetësuar më parë fillon të zbutet ose të shihet me më shumë optimizëm, por 5 të kupave tregon se ende ekziston një plagë emocionale ose një zhgënjim i vjetër që ndoshta nuk është kapërcyer plotësisht. Mund të jetë një fjalë e thënë, një mungesë mirëkuptimi ose një pritshmëri që nuk është përmbushur. Për disa mund të ketë ndjenja të tipit pikëllim, pendes, faj e të tjerë. Faqa e shpatave tregon se gjatë javës mund të ketë shumë vëzhgim, pyetje dhe nevojë për sqarime. Dikush mund të jetë më kurioz, më vigjilent ose vigjilente ose më kritik ose më kritike se zakonisht. Pra mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Duket se do të mësoni ose mund të kuptoni diçka që ndryshon rrjedhën e mendimeve tuaja për një situatë të caktuar. Ndoshta një e vërtet e pathënë, një detaj i fshehur ose një informacion i papritur mund të dalë në pa, duke ju bërë të lidhni copëzat e një historie që deri tani ndoshta nuk kishin kuptim të plotë për ju. Kartat këshillojnë të mos ndaleni tek zhgënjimet e së kaluarës. Kushtojini vëmendje asaj që mund të ekspozohet dhe qartësohet tani. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi temperanca, mbretëresha e shkopinjve, njeriu i varur, 9 shkopinjt. Në dashuri kjo javë sjell një energji pritjeje dhe reflektimi. Temperanca tregon nevojën për ekuilibër dhe qetësi emocionale. Ka një përpjekje për të harmonizuar një situatë, për të shmangur ekstremet dhe për të lënë gjërat të rrjedhin natyrshëm. Mbretëresha e shkopinjve ju vendos në një pozicion force dhe vetbesimi. Kjo kartë tregon tërheqje, karizmë dhe vetëdije për vlerën tuaj, pa dallim gjinie. Ju nuk jeni më në energjinë e dikujt që lutet për vëmendje,
por jeni në energjinë e dikujt që e di shumë mirë se çfarë meriton. Njeriu i varur tregon se një situatë sentimentale mund të mbetet pezull ose të mos i jap ende përgjigjet që prisni. Ka nevojë për kohë, durim dhe një këndvështrim të ri. Nëntshkopinjt flet për mbrojtje emocionale. Ka ndjenja, por ka edhe rezerva. Dikush porua në zemrën e vet, ndoshta për shkak të përvojave të mëparshme. Mund të jeni ju ose personi juaj, por unë mendoj se mund të jeni ju. Në përgjithësi, dashuria këtë javë nuk duket e bllokuar, por e ngadalësuar. Ka interes dhe ndjenja, por edhe kujdes të shtuar. Për disa nga ju mund të ketë paqartësi ose ndjesinë se jo gjithçka po tregohet hapur, gjë që mund të ushqejë dyshime dhe pasiguri. Megjithatë, unë do të thoja vëzhgoni dhe mos hamendësoni. Për disa nga ju ndoshta keni të bëni me një shigjetar ose mund të jeni në ascendent shigjetar, sepse shoh 3 karta të shenjës së shigjetarit, pra që e përfaqësojnë shenjën e shigjetarit, që është temperanca, mbretëresha e shkopive dhe nëntshkopinjt. Ndihet shumë fort kjo energji në sferën e dashurisë. Megjithatë, kartat këshillojnë të lejoni gjërat të tregojnë vetvetiu drejtimin e tyre dhe mos merrni vendime të nxituara nga frika, ankthi apo nevoja për siguri të menjëhershme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 8 monedhat, 9 monedhat, 3 monedhat, 4 shpatat. Në punë 8 monedhat tregon përkushtim dhe përqendrim. Ju mund të jeni duke investuar kohë dhe energji në një detyrë, projekt ose përgjegjësi që kërkon kujdes dhe durim. Karta tregon se po punoni për të përmirësuar diçka dhe se po e merrni seriozisht atë që bëni. 9 monedhat sjell ndjesinë e kënaqësisë personale dhe të vetvlerësimit. Kjo kartë tregon se jeni më afër një rezultati që ju bën të ndiheni krenar për veten. Ajo flet edhe për pavarësi dhe edhe për aftësinë për të mbështetur te forcat tuaja. 3 monedha tregon bashkëpunim dhe vlerësim. Ndoshta puna juaj mund të vihet të re nga të tjerët ose mund të keni mbështetje nga njerëz që i njohin aftësitë tuaja. Kjo është një kartë që shpesh flet edhe për respekt profesional, flet edhe për mundësinë që të dëgjoheni më shumë. Megjithatë, 4 shpatat në fund tregon se pas gjithë këtij angazhimi, ndoshta mund të vi nevoja për pushim. Disa mund të kenë edhe plogështi fizike. Duket sikur ritmi ka qenë i lartë dhe mendja ka pasur shumë për të përpunuar. Karta nuk tregon pengesa në punë, por ju kujton se edhe rikuperimi është pjesë e suksesit. Narrativa e javës në punë më duket sikur është ajo e një personi që po korr frytet e përkushtimit të vet. Ka progres, njohje dhe potencial për rezultate pozitive, por kartat ju këshillojnë të mos e ngarkoni veten më shumë se sa duhet. Ndonjëherë hapi më produktiv nuk është të punoni më fort, por t'i jepni vetes kohë për t'u rimbushur me energji. Kalojmë në prizëm Oracle ku kemi Ankthi. Ankthi nënkupton të mos lejoni që shqetësimet t'ju errësojnë qartësinë. Këtë javë ndoshta duhet të besoni më shumë te faktet sesa te frikërat që krijon mendja juaj. Paçi.